Jam parasalës Bill Clinton, edhe pak pritet me nis tubimi hapës i lëvizjes vetëvendosje, e cila rastisht ka qelluar me qenë në Ferizaj, ku 10 minuta më tej është edhe Partia Demokratike të hapë fushatën. Por te vetëvendosja, unë kam një pyetje themelore me bë. Nëse e keni dëgjuar shumë herë, ekziston një përshtypje sikurse njerëzit që votojnë vetëvendosjen, çka do që t'ju thot Albin Kurti, ata ja pranojnë. Pyetja e sonte është, cili është gabimi i Albin Kurtit që ju s'e kishit fal kurrë? A do më përgjigj? Cili është gabimi që s'e kishit fal kurrë Albin Kurtit? Ka nalët me në pak, bre. Pa, valla veç në që se kish bo për shambull marrëveshje të qysh për veriun e Mitrovicës. Me hek dorë domethënë prej veriut, as punës që ka bo. Veç për që ata mas shumëte, për shambull, unë nuk isha pajtu edhe kisha quhe me epitetin më të keq. Mi dal në aferë korruptive diçka? Afera korruptive mi dal, po si çdo individ për shambull në qoftë i del, atër edhe për Albinin do të me vol njëjtë. Okej. Veriu, korrupsioni, domethënë, dy janë. Dyja, po. Këto dyja në qoftë se shkon për shkakun dyjat që mendon edhe populli që pe voton edhe pe përkra, atëra jena bashkë me ta. Në qoftë se pak e lunë zapen edhe kë normal që edhe çdo individ i cili nuk është për shkakun pajtim me idealin e popullit, kuptohet që nuk do ta përkrahem. Okej, faleminderit. Edhe për juve. Hajde shkojmë. Përshëndetje. A jeni mirë? Jam dalë me bëni pyetje. Cili është gabimi që s'e kishit fal Albin Kurtit? Më të rjek, Pikojna. për politikës. I politikës? Po. Pse? Pse vetëm njeri që e kem, që meriton edhe që i njeh gjonat është Albin Kurti. Me hek dorë për veriut? Ose me dal në aferë korruptive? Kur nuk jek dorë për veriut. As kur në korruptu ata? Kur hiq. Çka të shoni beson politikanëve? Besoj Albin Kurtit. Okej. Faleminderit. Shimi, po pret ai san me thon diçka të re Albini apo? Jo, Okej. pak a shumë i dim gjitha, vetëm për kroje. Faleminderit. Let's go. Përshëndetje. Se jeni, ani mirë. Unë jam vëllat Krasni, që gazetar. Jo, a? Përshëndetje. Cili është gabimi që s'e kishit fal Albinit? Po nëse e kish bën ai gabim, cili është gabimi s'e kishit fal? Jo, a? Okej. O, që pasu një kandidat për deputet. Përshëndetje, zoti Avrashin. Se jeni, ani mirë? Që e mirë. Jam dalë me bëni pyetje të thjeshtë. Cili është gabimi që s'e kishit fal Albin Kurtit? Gabimi që s'e kisha fol Albin Kurtit është shumë tolerant. Shumë njerëz në cilën ai i ka besu në rrugtimin e vet. E ka tradhtu dhe konsideroj që vazhdon me qenë tolerant. Do shta e ka mirë, nuk e di, po s'po di. Po kemi të prekur në Këtu gabime i ka bë? I ka besu njerëzve? Unë po flas cilin gabim, nëse e bën, nuk e kishte fal, ishte dal direkt i partisë. Jo, nuk besoj që vjen puna deri në atë pikë, po një gjë që më kishit i vetëvendosjes kishte me qenë ndonjë tradhtie për masave kombëtare, kështu që s'falet, po Kurti është garanca që kjo punë zbohet. Ky është besimi jam. Okej, faleminderit. Suksese. Hajde shkojmë në zonë Agin Batirin. Përshëndetje Vik, çështje? A je mirë? Çfarë? Çfarë mirë? Çështje? Jam të bëni pyetje. Hajde. Cili është gabimi që s'e kishit fal Albin Kurtit? Po Albin Kurti është i pagabushëm. Çfarë aspekti po mendon? Po s'ka njëri pagabushëm. Ajo, s'ka njëri të pagabushëm, po gabimin që s'e kishit fal njëri, s'pa fitu në ma. Mos me fitu zgjedhjen. Po i fiton. Let's see. Faleminderit. Po, përshëndetje. Si je? A je mirë? Çfarë bën? Jam një pyetje thjeshtë të bën. Gabimi që s'e kishit fal Albin Kurtit. Që më ka marrë mu vetëvendosje. A pse je vetëvendosje? Jo, më kandidate. Po cili është gabimi që e kish bë ai, edhe ju e kishit dalë direkt me vetëvendosjes? Me më largu mu për vetëvendosjes. Okej, hajde. Let's go, ciao. Fini. Vazhdani jam, që si gazetari. Zoti Krake, di që më të në fotografi, shkort. Cili është gabimi që s'e kishit fal Albin Kurtit?
Ishte dalë direkt. Me deviju previzionit që në cilin unë kom aderu. Cili është vizioni që ka adheru? Me bu Kosovën shtet serios të fort mrena e të prezentu shem jashtë. Shumë e që të anë që me kja, thash na i gabim mas specifik. Për shumë me dha dërheqe me ba asociacione me në nëshkru. Ajo është diskualifikuse. Jo. Do sa në përgjirohen. Falenderit. Let's go. Ta shohim. Se me të pasët bashkë. Ku jesh? A i mirë. E kam një pyetje shumë të thjeshtë dhe të shkurt. Cili është gabimi që se kështë falë Albin Kurti? E kështë la me njëherë blok gjithë shka këtë e kështë ba? Qofë se për shembull Albin Kurti bën mos mbajtjen e fuqishme të Veriut, normalisht që Elena? unë jam shku të Albini për Veriun dhe si të tillë besoj fuqishëm se ai do të bën fat. Okej, falenderit. Po mesëm me fjalë, të shohim. Hajde. Përshëndetje, seni. Ajde mirë. Shkan? Për ta këshirëm, se jam të ju marrë njerë, do vëtuz do mi marrë. Se vish deputet jam të marrë. Këta normal që e lajnë. Përshëndetje, ajde vëtuz, me sigurinë në vëtuzve vendosë, s'po. Pyetja thjeshtë është, cili është gabimi që s'ja kështë falë Albinit edhe ishte dalë direkt kërse kështë votu ma korreq? Nëse hen koalicion me partit opozitare. Po vetë surë të bëhe qeverina. Po i vynë, të dhe vetë, të dhe deputet i vynë. E qysh mos e voton vetë vendosin, nëse e bërë koalicion me dikana? Jo, gabim. Jo, në po flasë gabimit që direkt e kështë lanë vetë vendosin. A jo. S'kia? Jo. Nëse hek dorë për veriut? Nuk është Albini që hek dorë. Okej, hajde. A e votu si vetë vendosis? Një pyetje thjesht. Gabimi i vetëm që se kështë falë Albin Kurtit e kështë kështë votu ma për ta. Nëse e ban vjosën presidente, tash, mas që sejna, po. Po që ka nëse hinë koalicion me LDK-në e bajnë votat e... As një herë se kësha votu ma. Heqa? Jo, valoj. Okej, hajde. Mas që asaj që i ka bon. A i të jeni? Hajde. A dhe me të pak, përshëndetje. Se nga një votus vetë vendosje sigur të po, apo? Ati e kandidate? Po, cilë është gabimi që se kështë falë Albinit e kështë lanë direkt, si shëhima kërë vetë vendosje? Nëse Albin Kurti si shmarë me Veriun, si që shmarë deri tash. Po e Veriu 2% është na i lanat 8%, i mu marrish me Veriu, na? Sigurin që e ka ofru në Verit Mitrovicës, ku unë jetoj dhe të tjerët, është një që shumë e madhe që e ka bo. Okej. Veriu po dominon në temen kërësore. Po shkojmë për sëri deri të hymja. Përshëndetje. Faleminderit. Fshia. Mirë jam, ti që shje, që ki krahin? Kam e ndjeli jam të rëzitë, ndjeli kam e shkrumun. Hajde, inshallah. Që vetëm një minuta krime që të votus. Gabimi i vetëm që se kështë falë Albin Kurti kështë lanë, për pas që u bo me vjosë. Urna? Gabimi i vetëm që Albin Kurti si kështë votu kërës e kështë hej krejt për këtujit. Si jam të kuptu pritin. Cili është gabimi i Albin Kurtit, që kështë vani gabim Albini, edhe ti se kështë votu kërë. Kam koment, tërpres, kam koment. Një gabim, do për thënë një avë dërheqin për veri ju. Respekt, dërësoj ti e Edhe i njanit që hek të atuja. Po e njanin. Po e bojnë një foto. Hajde. Faleminderit. Përshëndetje vlerë që she, a i vjetë që abone që e dha. Një pyetje të shkurt, gabimi i vetëm që se kështë falë Albinit, i kështë lanë me njëherë, direkt. Me në shupe, edhe mos me pos perime, pri parimeve të veta që i ka. 3 parime? Parimi i sovranitetit, parimi i integritetit territorial, edhe parimi i patriotizmi kushtetues modern, i cili ato e ban jo veç zveçan, po e ban edhe ma sukses shumë në realizimin e politikave shtetnore. Okej, faleminderit, suksese, shifime. Po, dominojnë Veriu, korupcioni, mos me marrë vjosën, mos e po vjosën presidente, edhe që të paka shumë, që të tëria pësidhen. Nëse vesëm në dikon tjetër ma shumë, nuk me se që kam me dalë në ajsen tjetër, diçka ma ekstra. Gabimi vetëm që se kështë falë Albinit?
Albini s'bën gabim, o vullnet. Zoti është vagabushëm, tani njerëz jena na. Është Angel, Albini është baba i Kosovës i shqiptarijës. Çe ko Albini Puti? No. Tjetra është në Prindoni. Hajde shkojna. Përshëndetje, selim.